Nga Kuçova, Edi Rama, duke hequr një paralele me zgjedhjet e 22 marsit 1992, ka kërkuar organizim maksimal për një fitore plebiscitare për të mos humbur shansin e fundit sipas tij për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. 11 maj është shumë i ngjashëm me 22 marsin e 92-shit. Na duhet një fitore e madhe popullore dhe politike. Dhe prandaj nuk duhet lënë askush nga mbështetësit, nga simpatizantët tanë që të mendoj se ne e kemi të fituar, edhe më mirë të shkoj në plazh në 11 maj ose më mirë të shkoj te Vjerra. Rama theksoi se nën qeverisin e Partisë Socialiste drejtësia në Shqipëri është bërë realisht e pavarur nga politika dhe kjo do të garantohet edhe pas zgjedhjeve të 11 majit. Rreziku që drejtësia të kthehet mbrapsh është real. Sot për sot, spaku institucionet e drejtësisë, barazia paraligjit ka garant Partinë Socialiste. Dhe mua në kryet saj, fal mbështetjes tuaj. Kreu socialist nuk la pa komentuar edhe kandidatët për deputet të Partisë Demokratike. Mbani mend ka qenë një film me një spiun, një Ludovik, kujtohet me xhaket me kuadrata? E kështu i themun atij Alizotit. Edhe shikojun Ludovikun që bërtiste do t'ju ham të gjallë. Ua, qa quhet kë? Qyryk, qa, patjetër, qa t'i bëjmë? Si mund t'a qush normal, do t'ju ham të gjallë. Bërtiste. Ishte një tjetër, thoshte, nën këtë qeverit poshtër, kanë ikur 1 milion lek, do në të thoshe 1 milion njerëz. Rama shtoi se fal Partisë Socialiste vendi ka pësuar një ndryshim të madh dhe me antarësimin në Bashkimin Evropian, Shqipëria do të përfitojë 1 miliard euro në vit.